Ju përshëndesim miq. Sot do të bëjmë një mësim i cili ka të bëjë me mënyrën se si ne veprojmë ose me mënyrën se si ne logjikojmë kur duam të bëjmë pyetje në anglisht. Duket si diçka që ndoshta shumë prej nesh mund ta mendojnë që mundemi ta bëjmë këtë gjë mjaft lehtë, por në një moment caktuar hasim në vështirësi. Atëherë, i shohim fjalit me radhë. Ushtrimi i parë ka 10 fjali. How often do you go to the dentist? You go to the dentist? Apo you do go to the dentist? Vëmre që kemi foljen go. Ne në mësimet të mëparshme kemi thënë që nëse fjalia ka foljen to be, pra am, is ose are, atëherë ne veprojmë sipas fjalisë pyetëse numër 1, ku foljen am, is, are, pra që janë zgjedhimet e foljes to be, mjafton ta çojmë para kryefjalës. Mirë po, këtu nuk kemi folje to be, pra am, is ose are, kemi go. Atëherë kalojmë tek fjalia pyetëse numër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimëse do në krye të fjalisë. Dhe nëse hasni vështirësi, rikujtoni dhe shikoni, pra fjalin ta çoni në formë pohore. Nëse do të ishte në formë pohore, do të thonim you go to the dentist. Ti shkon tek dentisti. Atëherë për ta kthyer në fjali pyetëse, mjafton që të shtojmë foljen gjysmëdimëse do. Dhe do të dilte fjalia do you go to the dentist? A shkon ti tek dentisti? Përgjigje do të ishte yes, I do ose no, I don't, sepse kemi thënë që me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Dhe nëse ne kërkojmë informacion më të hollësishëm, atëherë përdorim përemrat pyetës, që në këtë rast është how often do you go to the dentist? Sa shpesh shkon ti tek dentisti? How many brothers and sisters have you? Have you got? Apo you have? You have, ne nuk mund ta vendosim këtu sepse me që është fjali pyetëse, atëherë ne nuk mund ta përdorim you have, për arsye se nuk kemi ndryshuar vendet ose nuk kemi folje gjysmëdimëse do. Pra ky version eliminohet. Shtrohet pyetja. A mund përdorim have you? Ndoshta fakti që kemi vendosur foljen have përpara kryefjalës mund të mendoni që kjo mund të jetë saktë, por në fakt nuk është e saktë. Pse? Sepse kemi thënë që kur have qëndron vetëm në fjali, atëre ajo është folje e plot. Dhe kur është folje e plot, duhet ta mohojmë sipas fjalisë mohore numër 2 me don't pas kryefjalës dhe parafoljes, dhe për ta kthyer në formë pyetëse, ne duhet të vendosim foljen gjysmëdimëse do përpara. Kështu që nuk kemi folje gjysmëdimëse do në këtë rast. Atëherë kalojmë tek have you got? Have you got? How many brothers and sisters have you got? Sa vëllezër dhe motra keni ju? Kjo është forma e saktë. Por pse? Sepse pak më parë thamë që kur have qëndron vetëm në fjali, atëherë është folje e plot. Ndërsa në këtë rast, have shoqërohet nga folja got. Dhe sa herë që have shoqërohet nga një folje tjetër pas, nga një folje e plot, automatikisht have kalon në folje gjysmëdimëse. Dhe sa po e dëgjojmë termin folje gjysmëdimëse, duhet të veprojmë sipas fjalisë pyetëse numër 1, ku ne e formojmë pra fjalin pyetëse numër 1 duke nxjerrë foljen to be përpara, pra am, is ose are, ose duke nxjerrë foljet gjysmëdimëse para kryefjalës. Pra, you have got në pyetëse have you got? He has got në pyetëse has he got? They have got në pyetëse have they got? What time pick me up? Çfarë ore do të më marrësh me makinë? What time do you can pick me up? What time can you pick me up? What time you can pick me up? E nisim nga e fundit, që nuk është përgjigje e saktë, por pse nuk është përgjigje e saktë? Fillimisht duhet shohim pra se me çfarë fjalie kemi të bëjmë.
kemi të bëjmë me fjali pyetse. Atëherë, në fjalit pyetse, ne folin gjysmëdimëse, patjetër duhet ta çojmë para kryefjalës, por në këtë rast është pas kryefjalës. Pra, eliminohet si version. Marrim what time do you can pick me up? Atëherë, asnjëherë nuk mund vendosim dy folje gjysmëdimëse në një fjali. Dhe aq më tepër, kur kemi can, ne nuk mund përdorim do, sepse do përdoret për fjalin pyetse numër 2. Por në momentin që ne kemi modals, kemi foljet gjysmëdimëse, si për shembull can, could, may, might, shall, should, will, would, asnjëherë nuk përdorim foljen gjysmëdimëse do. Pra, edhe ky version bie. Atëherë mbetemi tek what time can you pick me up? Kjo është fjalia e saktë. Dhe pse? Sepse sa herë që kemi folje gjysmëdimëse në fjali, atëherë mjafton që të ndryshojnë vendet. Nga you can pick me up, do të bëhet can you pick me up? I can I? You can you? He can he? She can she? It can it? We can we? You can you? And they can they? Pra, what time can you pick me up është fjalia e duhur. Where last night? Atëherë, where Tim was last night, pra ne duam të them që ku ishte Timi mbrëm, ose natën e kaluar. Where Tim was last night? Where was Tim last night? Apo where did Tim be last night? Pra gjithmonë shohim me çfarë fjalie kemi të bëjmë, me fjali pyetse. Last night është shprehje kohore e past simple tense, kohës së shkuar të thjeshtë. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Ne duam të themi ku ishte Tim natën e kaluar. Shohim që kemi foljen to be. Dhe sa herë që ne shohim që në fjali kemi foljen to be, atëherë duhet kemi parasysh që jemi duke vepruar ose duhet të veprojmë sipas fjalisë pyetse numër 1. Edhe pse këtu është koha e shkuar, struktura është po e njëjta. Pra fjalit që kemi përmendur, 5 llojet e fjalive, pohore, dy mohore dhe dy pyetset, janë identike, pra struktura nuk ndryshon, ndryshon vetëm koha. Kemi foljen to be. Ne nuk mund vendosim dot, do apo did, sepse do apo did vendosen në fjalin pyetse numër 2. Kështu që s'mund të jenë të njëjtën fjali edhe did, edhe be. Atëherë, po në këtë rast, a mund të themi where Tim was last night? Jo, nuk mund të themi. Pse? Sepse kjo do të merret si fjali pohore këtu, pa përmendur where. Pra zëm sikur nuk është where. Atëherë, Tim was home last night. Timi ishte në shtëpi natën e kaluar. Dhe për ta kthyer në fjali pyetse, kemi thënë që fjalia pyetse numër 1 formohet duke nxjerr foljen to be para kryefjalës. Was Tim at home last night? A ishte Tim në shtëpi natën e kaluar? Dhe për të shtuar informacionin ose për të kërkuar më tepër informacion themi where was Tim last night? Pra, përgjigjja e saktë do të ishte where was Tim last night? Ku ishte Timi natën e kaluar? Fjalia tjetër. Hapësirë John this morning. Atëherë, did you see John this morning? A e pe Johnin këtë mëngjes? You did see John this morning? Apo you saw John this morning? Shohim që është fjali pyetse. Nëse do të themi you saw John this morning, atëherë ne shohim që fjalia nis me kryefjalë, më pas kemi foljen. Por kjo është sipas fjalisë pohore. Pra, ne këtu e kemi fjali pyetse dhe nuk mund të mbajmë dot këtë radhë, kryefjalën të parën apo foljen të dytën në fjalin pyetse. Pra ky version eliminohet. Kështu që provojmë versionin tjetër. You did see John this morning. Sërish shohim që jemi në fjali pyetse. Prap kemi kryefjalën të parën dhe më pas kemi vendosur foljen gjysmëdimëse në këtë rast këtu, por që nuk është sipas rregullit fjalisë
pyetse, numër 2. Atëherë kalojmë tek Did you see John this morning? A e pe Johnin këtë mëngjes? Këtu, po, që është fjalie saktë. Pse? Sepse kemi thënë që fjalia pyetse numër 2 formohet duke vendosur foljen gjysmëdimëse do apo did në krye të fjalisë, pra para kryefjalës. Did you see John this morning? A e pe Johnin këtë mëngjes? Why that box there? Pra, duan themi, pse vendosa të kutin atje? Atëherë, why you did put that box there? Why put you that box there? Apo why did you put that box there? Nisim nga e para. Why you did put that box there? Vëmre që kemi foljen put, vendos. Vëmre gjithashtu që është fjali pyetse. Pra, është shumë e rëndësishme që fillimisht ne të shohim se me çfarë fjalie kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë një fjali pyetse. Kështu që ne duhet të mendojmë. Kemi foljen put, nuk kemi foljen to be. Kështu që për çdo folje tjetër përveç foljes to be apo foljeve gjysmëdimëse, ne duhet veprojmë sipas fjalisë pyetse numër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimëse do apo did para kryefjalës. Por ne shohim që did është pas kryefjalës, kështu që eliminohet si mundësi. Vazhdojmë me why put you that box there? Atëherë, këtu kemi foljen, kemi edhe kryefjalën. Mirë po, mungon folja gjysmëdimëse. Did. Edhe në këtë rast eliminohet si mundësi. Atëherë kalojmë tek why did you put that box there? Kjo është forma e saktë. Pse vendosa atë kutin atje? Nëse do ta merrnim si formë ose si fjali pohore do të ishte you put that box there. Ti e vendosa atë kutin atje. Sepse kemi kryefjalën, foljen dhe më pas kundrinorin. Tani për ta kthyer në formë pyetse, ne do të shtojmë foljen gjysmëdimëse do në kohën e tashme ose foljen gjysmëdimëse did në kohën e shkuar. Pra e vendosim në krye të fjalisë ose para kryefjalës dhe do dilte fjalia Did you put that box there? A e vendose ti atë kutin atje? Yes, I did. No, I didn't. Dhe për të kërkuar informacion më të hollësishëm, ne përdorim premrat pyetës. Why did you put that box there? Që pse vendose ti atë kutin atje? Dhe mund t'japim arsye. Vazhdojmë me fjalin 7. What hapësirë with the scissors? Pra, çfarë je duke bërë me gërshërët? What you are doing with the scissors? What do you are doing with the scissors? What are you doing with the scissors? Pra çfarë je duke bërë me gërshërët? Nisim me versionin e parë. What you are doing with the scissors? Në këtë rast, vëmre që kemi foljen to be, pra are. Pse are dhe jo am apo is, sepse kemi kryefjalën you, pra kemi premrin vetor you. Dhe ne e dim që premri vetor you merr gjithmonë foljen are pas. Kjo fjali është në present continuous tense, në kohën e tashme të vazhduar. Dhe fakti që këtu kemi të bëjmë një fjali pyetse, ne kemi thënë që sa herë që shohim foljen to be, pra am, is ose are, na duhet patjetër të ndryshojmë vendin me kryefjalën. Pra, folja to be në formë pyetse nuk do të jetë pas kryefjalës, po do të jetë para kryefjalës. You are doing është formë pohore, po në pyetse are you doing? Is he doing? Is she doing? Am I doing? Are we doing? Are you doing? And are they doing? What are you doing with the scissors? Çfarë je duke bërë me gërshërët? What are you doing? Do të ishte forma pyetse, jo what you are doing. Dhe forma tjetër është what do you are doing? Sa herë që ne shohim foljen to be në fjali, nuk mund të kemi foljen gjysmëdimëse do, sepse tham që do përdoret në fjalin pyetse numër 2, ndërsa folja to be, pra am, is ose are, përdoret në fjalin pyetse numër 1, pra eliminohet dhe ky version. Atëherë kalojmë tek e treta. What are you doing with the scissors? Çfarë je duke bërë me gërshërët?
Kjo është forma e saktë. Pse? Sepse është fjali në present continuous në kohën e tashme të vazhduar. Dhe present continuous formohet nga am, is, are plus foljen e plot me prapashtesën ing pas. Dhe në formë pyetëse kemi thënë që folja to be ose am, is, are del para kryefjalës. You are doing. Pyetëse, are you doing? What are you doing with the scissors? Çfarë jeni duke bërë ose çfarë je duke bërë me gërshërët? When a decision. Kur do të marrë ajo një vendim ose kur do të marrë vendimin ajo? Atëherë kemi versionin when she will make a decision. When will she make a decision? When make she a decision? E marrim nga kjo e fundit. When make she a decision? Kemi foljen make. Dhe vëmre që është fjali pyetëse. Kemi thënë që fjalia pyetëse nëmër 1 formohet duke nxjerrë foljen to be, pra am, is, are në kryet fjalisë. Por ne thamë që rregulli i fjalisë pyetëse nëmër 1 vlen vetëm për foljen to be si edhe për foljet gjysmëdimëse. Këtu nuk kemi as folje to be, as folje gjysmëdimëse. Pra nuk mundet që ne ta nxjerrim foljen para kryefjalës. Duhet veprojmë sipas fjalisë pyetëse nëmër 2, që duhet kishte një do apo një did ose the does në varësi të vetës. Por këtu nuk kemi, kështu që ky version eliminohet. Shohim tjetrën, when she will make a decision. Në këtë moment ne shohim will. Dhe e dim që will është folje gjysmëdimëse. Sa po dëgjojmë termin folje gjysmëdimëse, automatikisht duhet mendojmë që kemi të bëjmë me fjalin mohore nëmër 1 ose fjalin pyetëse nëmër 1. Dhe si formohet fjalia pyetëse nëmër 1 për shembull? Duke marrë foljen am, is, are ose foljen gjysmëdimëse dhe e do ta zhvendosim pra nga pas kryefjalës, do ta çojmë para kryefjalës. Nuk mund të themi when she will make a decision, por do të themi when will she make a decision. When will she make a decision? Kur do të ndërmarr ajo një vendim? Pra thamë që do të veprojmë sipas fjalisë pyetëse nëmër 1, ku ne foljen gjysmëdimëse e nxjerrim para kryefjalës. She will make, ajo do të bëj. Will she make, a do të bëj ajo? We will make, ne do të bëjmë. Will we make? You will make, will you make? They will make, will they make? Dhe kemi shtuar dhe premërin pyetës përpara. When will she make a decision? Kur do të marr ajo një vendim? Fjalia tjetër. What time you tomorrow? Pra duam themi çfarë ore duhet të telefonoj unë ty nesër. What time should I call you tomorrow? What time I should call you tomorrow? Dhe what time do I should call you tomorrow? Gjithmonë shohim se me çfarë fjalie kemi të bëjmë. Jemi në fjali pyetëse. Kur shohim should, will, would, can, could, may, might, ne e dim që të gjitha këto janë folje gjysmëdimëse. Dhe si tham, sa po e dëgjojmë termin folje gjysmëdimëse, automatikisht duhet mendojmë që jemi në fjalin mohore nëmër 1, ku mohojmë me not, dhe në fjalin pyetëse nëmër 1, ku ne zhvendosim foljen gjysmëdimëse para kryefjalës. Mirë, po këtu kemi edhe një folje tjetër gjysmëdimëse. Atëherë dy folje gjysmëdimëse në një fjali nuk mund të ekzistojnë. Pra, eliminohet ky version. Tjetra. What time I should call you tomorrow? Duam të themi çfarë ore duhet të telefonoj nesër. Atëherë, ne thamë që kemi should, e cila është folje gjysmëdimëse, dhe që përkthehet duhet. Në formë pyetëse, folja gjysmëdimëse duhet të dalë para kryefjalës, por ne këtu e kemi pas kryefjalës, kështu që është e gabuar. Kalojmë tek versioni i saktë. What time should I call you tomorrow? What time should I call you tomorrow? Çfarë ore duhet të telefonoj nesër? Kjo është forma e saktë sepse foljen gjysmëdimëse ne e kemi nxjerr para kryefjalës I. Pra kemi vepruar sipas fjalisë pyetëse nëmër 1. Dhe fjalia e fundit është who
to the party? Kë ftoi Sandra në fest? Dhe do të bëj pyetja, who Sandra did invite to the party? Who did Sandra invite to the party? Apo who Sandra invited to the party? Kë mendoni ju si zgjidhje të saktë, të dashur miq? I marrim me radhë. Who Sandra invited to the party? Vëmre që është fjali pyetse. Atëherë, shohim, kemi të bëjmë fjalin pyetse nëmër 1 apo nëmër 2? Nuk kemi folje to be. Nuk kemi as folje gjysmëdimse. Atëherë kemi një folje të plotë që është invited. Dhe këtu duhet kuptojmë që kemi të bëjmë me fjalin pyetse nëmër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimse do para kryefjalës. Por këtu nuk kemi folje gjysmëdimse do apo did, më saktë sepse është koha e shkuar. Dhe për këtë arsye, ky version eliminohet. Kalojmë tek versioni tjetër. Who Sandra did invite to the party? Ne shohim që folja gjysmëdimse është në këtë rast, mirë po është pas kryefjalës. Në fakt, në fjalin pyetse nëmër 2, folja gjysmëdimse duhet të jetë para fjalës Sandra. Pra, forma e saktë duhet ishte who did Sandra invite to the party? Who did Sandra invite to the party? Kë ftoi Sandra në fest? Vëmre që invite është pa e d. Pse? Sepse kemi thënë që sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja plot nuk ndryshon, pra nuk merr prapashtesën ed. Bëjmë dhe një check të përgjigjeve nëse kemi bërë ndonjë gabim apo jo dhe shohim që rezultati është 10 përgjigje të sakta. Bëjmë dhe një ushtrim tjetër ku kemi pyetjen, kemi dhe 3 përgjigje ose 3 opsionet të cilat duhet të plotësojmë në mënyrën e duhur. How long did you stay in Paris? How long were you stay in Paris? How long you stayed in Paris? Kë mendoni ju miq si përgjigjen e duhur ose si opsionin e duhur? Nëse përdorim you stayed, atëherë ne shohim që kjo është fjali pyetse. Dhe nuk është fjalia pyetse nëmër 1 për arsye se kemi foljen stay. Nëse do të ishte fjalia pyetse nëmër 1, duhet kishte folje to be ose folje gjysmëdimse. Këtu nuk ka. B-ja dhe C-ja eliminohen si mundësi. Kështu që jemi tek fjalia pyetse nëmër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimse do para kryefjalës ose në kryet fjalisë. Did you stay in Paris? Yes, I did. No, I didn't. Dhe për të kërkuar informacion më të hollësishëm, përdorim premrat pyetës, që në këtë rast është how long. How to Barcelona. Si udhëtuat ju në Barcelonë? How did you travel to Barcelona? How you traveled to Barcelona? How were you traveled to Barcelona? Kemi të bëjmë me foljen travel. Dhe e dim që nuk kemi të bëjmë me fjalin pyetse nëmër 1, sepse fjalia pyetse nëmër 1 duhet kishte am, is, are ose folje gjysmëdimse. Por kemi të bëjmë me foljen travel, që automatikisht duhet mendojmë për fjalin pyetse nëmër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimse do para kryefjalës. How did you travel to Barcelona? Si udhëtove për në Barcelonë? Which? Fjali pyetse. Which your favorite color is? Which does your favorite color be? Which is your favorite color? Vëmre që kemi foljen to be, pra kemi is. Atëherë do të mendojmë direkt që kemi të bëjmë me fjalin pyetse nëmër 1, e cila formohet duke e nxjerrë foljen to be para kryefjalës. Mirë po, në këtë rast, folja to be ose folja is është në fund të fjalisë, kështu që nuk është zgjidhje e duhur tek ky version i parë. Tek versioni i dytë kemi foljen gjysmëdimse does, por asnjëherë nuk mund vendosim foljen gjysmëdimse does në rastet e fjalisë ku ka edhe foljen to be. Kështu që edhe kjo fjali eliminohet. Atëherë përgjigjja e saktë është what is your favorite color? Ose which is your favorite color? Pse?
sepse fjalia pyetëse numër 1 formohet duke nxjerrë foljen am, is, are para kryefjalës. What instrument when you were a child? Pra duam themi çfarë instrumenti luanit ju kur ishit fëmijë. What instrument could play you? What instrument could you play? Or what instrument you could play when you were a child? Cilin për këtyre 3 opsioneve mendoni si të saktë? Could është folje gjysmëdimëse. Pra mund, çfarë instrumenti mund të luaje ti kur ishe fëmijë? Në momentin që dëgjojmë që could është folje gjysmëdimëse, atëherë duhet kuptojmë që kemi të bëjmë me fjalinë pyetëse numër 1, e cila formohet duke e nxjerrë foljen gjysmëdimëse nga pas kryefjalës para kryefjalës. Këtu kemi foljen gjysmëdimëse, kemi foljen e plotë dhe kemi kryefjalën. Pra kjo radhë nuk është e saktë. Këtu kemi kryefjalën, kemi foljen gjysmëdimëse dhe foljen e plotë. Kjo do të ishte për fjali pohore. Atëherë përgjigjja saktë është përgjigjja B. What instrument could you play when you were a child? Çfarë instrumenti mund të luanit ju kur ishit fëmijë? Pse është e saktë? Sepse kemi foljen gjysmëdimëse dhe këtë folje gjysmëdimëse e kemi vendosur para kryefjalës. Why hapësirë there? Pra duam themi pse po qëndron ai burri atje? Opsioni i parë. Why that man's standing there? Why does that man is standing there? And why is that man standing there? Ne do t'i marrim me radhë. Why that man's standing there? Kjo është fjali pyetëse. Dhe për vetë faktin që ne shohim një folje is, atëherë duhet të kuptojmë që jemi sipas fjalisë pyetëse numër 1, që formohet duke nxjerrë foljen am, is ose are në krye të fjalisë ose para kryefjalës. Por në këtë rast ne kemi pas kryefjalës, kështu që eliminohet përgjigjja A. E dyta, why does that man is standing there? Tham sa herë që kemi am, is, are, asnjëherë nuk vendosim folje gjysmëdimëse do apo does ose did. Folja gjysmëdimëse do përdoret në fjalin pyetëse numër 2. Dhe përgjigjja saktë mbetet opsioni C, ku themi why is that man standing there? Pse është ai burri duke qëndruar atje? Dhe pse është e saktë pra? Sepse e kemi nxjerrë foljen to be ose is në këtë rast para kryefjalës. How much she has lost? How much does she have lost? How much has she lost? Pra ne duam themi sa shumë ka humbur ajo. Këtu është një fjali pyetëse në present perfect tense. Tham që sa herë që folja have ka një folje tjetër të plot pas saj, atëherë have automatikisht kalon në folje gjysmëdimëse. Dhe po kaloj në folje gjysmëdimëse, ne duhet kemi parasysh që duhet veprojmë sipas fjalisë pyetëse numër 1, ku ne foljen to be apo foljen gjysmëdimëse nga pas kryefjalës e marrim dhe e çojmë para kryefjalës. Në këtë rast, folja gjysmëdimëse has është pas kryefjalës. Por në këtë formë do të ishte fjali pohore, por këtu kemi të bëjmë me fjali pyetëse. Kështu që ky version eliminohet. Pra s'mund të themi how much she has lost. E dyta, how much does she have lost? Tham që asnjëherë nuk përdorim foljen gjysmëdimëse do, does apo did kur kemi folje gjysmëdimëse. Pra eliminohet dhe ky version. Dhe përgjigjja e saktë do të ishte how much has she lost? Pse? Sepse kemi nxjerrë foljen gjysmëdimëse has nga pas kryefjalës para kryefjalës. How much has she lost? How much has he lost? What time to arrive? Pra, what time is she going to arrive? Çfarë ore do të vijë ajo, do të mbërri ajo? What time she is going to arrive? What time is going to arrive? E marrim nga C-ja. What time is going to arrive? Në këtë rast, ne
na mungon kryefjala. Nuk kemi premër vetor she që t'jetë kryefjalë. Pra është e gabuar. Kalojmë tek B-ja. What time she's going to arrive? Çfarë orë do të mbërri ajo? Vëmre që është fjali pyetse. Atëherë, në fjalin pyetse, folja to be do të jetë patjetër para kryefjalës. Por në këtë rast ajo është pas kryefjalës, kështu që edhe kjo është e gabuar. Dhe përgjigjja e saktë do të ishte përgjigjja A. What time is she going to arrive? Pse? Sepse jemi sipas fjalës pyetse nëmër 1, ku folja to be del para kryefjalës. What time is she going to arrive? Where, hapësirë, last summer. Where went he last summer? Where did he go last summer? Where he went last summer. Nëse themi where he went last summer, do të ishte e gabuar, sepse kjo është një fjali pyetse. Atëherë, fakti që kemi foljen go, ne duhet të dimë që po veprojmë sipas fjalisë pyetse nëmër 2, e cila formohet duke vendosur foljen gjysmëdimse do ose does apo did në krye të fjalisë. Në këtë rast, ne nuk kemi folje gjysmëdimse did, me që jemi në kohën e shkuar. Atëherë, përgjigjja C eliminohet. Marrim përgjigjen A. Where went he last summer? Sërish na mungon folja gjysmëdimse dhe përgjigjja saktë do të ishte përgjigjja B, ku ne kemi vendosur foljen gjysmëdimse did në krye të fjalisë. Pra, did he go last summer? Where did he go last summer? Ku shkoi ai verën e kaluar? What time to bed? What time children should to bed? What time should children go to bed? What time do children should go to bed? Atëherë, marrim përgjigjen e parë, që është e gabuar. What time children should to bed? Kjo është një fjali pyetse. Kemi një folje gjysmëdimse, por na mungon folja e plotë. Atëherë, nëse mungon folja e plot, kjo fjali nuk do të konsiderohej si fjali e saktë. Marrim përgjigjen C. What time do children should go to bed? Është e gabuar sepse ne kemi një folje gjysmëdimse. Dhe sa herë që kemi folje gjysmëdimse në fjali, duhet të mendojmë që po veprojmë sipas fjalisë pyetse nëmër 1 ose fjalisë mohore nëmër 1. Dhe gjithashtu, ne këtu kemi edhe një folje gjysmëdimse do, por duhet jemi të vetëdijshëm që asnjëherë nuk përdorim foljen gjysmëdimse do kur kemi folje gjysmëdimse tjetër, pra siç është can, could, may, might, shall, should, will, would dhe me radhë. Dhe përgjigjja saktë do të ishte what time should children go to bed? Pse? Sepse kemi foljen gjysmëdimse dhe sipas fjalisë pyetse nëmër 1, folja gjysmëdimse should do të dalë para kryefjalës, që në këtë rast është children. Dhe fjalia e fundit, when, hapësirë, me. When can you see me? When can see me? When you can see me. E marrim përgjigjen C. When you can see me. Kemi folje gjysmëdimse. Veprojmë sipas fjalisë pyetse nëmër 1, ku folja gjysmëdimse do të dalë para kryefjalës, por këtu është pas kryefjalës, kështu që eliminohet kjo mundësi. When can see me. Edhe kjo opsion eliminohet sepse bëmre që nuk kemi kryefjalën you, pra nuk është e saktë, mungon kryefjala, dhe përgjigjja saktë do të ishte when can you see me? Kur mund të më shohësh ti mua? Thamë që vepruam sipas fjalisë pyetse nëmër 1, ku ne kemi nxjerr foljen gjysmëdimse para kryefjalës you. When can you see me? I bëjmë dhe një check answers për të parë nëse kemi bërë gabime apo jo, dhe shohim që përgjigjet janë të sakta. Pra, të dashur miq, duhet thjesht të mendoni për detajet që ka dhënë fjalia, sepse çdo gjë është në bazë të rregullave që ne kemi shpjeguar pra në shumë prej mësimeve të mëparshme. Asgjë nuk është e rastësishme. Çdo detaj, çdo informacion pra vlen për tu analizuar. Kështu që
ju do t'i merrni gjërat me kujdes derisa të bëhet pjesë e juaja, pra t'i mendoni gjërat me detaje dhe do të shihni që nuk do të gaboni në fjalit që do të ndërtoni, pra qoftë pohore, qoftë mohore, apo edhe pyetse. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.